Një komedi për ardashsin Gjirokastrit, sollën aktorët e teatrit Zinisako e jo vetëm. Ajo titullohet Hamleti në fshatin Katran. Vepra e shkruar nga kroati Ivon Brushan, që u përshtat për sken nga regjizori Erion Hine, i përket periudhës së diktaturës të cilën e ka kaluar edhe Shqipëria. Vepra vjen si një mesazh i fortë për gjithë ne që gjëja më e çmuar e një kombit është ruajtja e individit, vlerat e njeriut. Dhe këto duhet ta mbrojë çdo njeri që është në pushtet, edhe çdo njeri që është në funksione shumë herë më të thjeshta në popull, apo një njeri që nuk ka të bëjë fare me asnjë funksion shtetëror. Dhe vërtet të drejtat e njeriut janë një nga themelet e popujve të Perëndimit. Kështu që pjesa këtë përcjell, lirinë, të drejtën e të folurit dhe mbi të gjitha integriteti, protesta ndaj gjërave të padrejta. Kështu që nuk ka të bëj as me ide të djathta, të majta, por ka të bëj me qenie njerëzore. Dhe qenia njerëzore duhet të respektohet deri në fund. Kjo është një mesazh shumë fort, kjo është vërtet një mesazh shumë fort edhe është një mesazh që vjen ndërkohëra. Kjo ka ndodhur që në antikitet dhe vazhdon sot e kësaj dite. Kjo komedi ngjiti në skenën e teatrit Zinisako edhe aktorin e emërnjohur Bujar Asqeri. Për të është bashkëpunim i parë me teatrin e Gjirokastrës. Është një vepër satirë, komike, tragjike, ashtu si që ka qenë jeta e shqiptarëve në të kaluar në sistemin monist. Dhe e vërteta është kjo që unë kam bindjen e plot që shfaqja do të ndiqet nga publiku Gjirokastrit, sepse është një publik i mençur, i ditur dhe e kupton shumë mirë atë mesazhin e kësaj vepre. Sonde ne kaluam provën e parë para publikut, dhe mendoj që vepra komunikoi me publikun, sigurisht shfaqjet do të vinë në rritje, do të formalizohen më mirë, do të krijojnë ritmin e tyre të brendshëm më mirë akoma, dhe të them se shfaqja do të ketë jetën e saj para publikut Gjirokastrit, por edhe më tej pse jo nëpërmjet në Tepelen gjithandej. Aktorë të tjerë profesionist pjesë e kësaj komedie ishin Viktor Çaro, Vasil Çuklla, Aleksandër Kondi, Kosta Kreci, Alessia Llapaj, Lejda Çeli, Erion Hinaj. Për krah tyre u angazhua edhe një numër i lartë të rinj pasionuar pas teatrit.